në fazën që kur ka një sulm, ka një narrativ publike kundër praktikave islame, sepse s'm pëmshojnë islamit direkt, ose ashtu po shkojnë për rreth. Dhe më thonë, kur ka dhe i kanë bërë një pjesë besimtarëve inferior, kjo ka u zbata dhe më e obligueshme. Tash po e nxjerrë obligueshme, po prapse mbetet individuale. Unë thonë ti mundesh edhe mos më bu. E vërtet, çashtu unë po nxjerr jashta kontekstit tem. Po. Sepse tash del edhe banale me fol. Okej. Veç për vetën në këtë aspekt, po flas më në rrafshin më të përgjithshëm, domethënë, unë besoj që besimtari musliman, sidomos njerëz, domethënë, po foli për individat, sidomos individat që kanë një lloj audience, apo unë besoj që janë të ngarkuar me prezantimin e këtyne për me luftu këto, sepse rastisht nuk e kam emrin Dardan, motra e kam Vlora, motra e madhe kam Gresa, janë emra shqiptar, sepse në atë kohë është cënu identiteti jonë kombëtar. Edhe aja që e kemi luftu për me fitu edhe të prindë tonë, na i vrejmë këta emra. Ti kemi vlera, janë emra që është dashur edhe me ngull me e rujt identitetin, pa marrë parasysh prej luftës së jashtme. Sot ajo fal Zotit është e sigurt, është e siguruar. Tash kemi hapa tjerë. Po tash kemi hapa tjerë. Domethënë nuk është më kriza që po rrezikohet komësia jonë, jo, përkundërse tash na jena ata që e sundojmë këtë vend, na jem atë mbizotrues bile na do të pas kujdes ndaj komunitetet tjera, për shembull, që me harujt vlerat e tyre, përndryshe na jem nuk rrezikohem më na. Kosova është e lirë dhe është në dorën tonë, dorën e shqiptarëve po flas. Kështu që praktikisht nevoja me harujt shqiptarinë sot ma shumë më me kanë dogmatike se sa reale, sepse nuk ka diçka që e rrezikon në Kosovë, në Shqipëni. Nuk po them as për Maqedoninë edhe as për vendet që mund të pas këtë rrezik. Po të na nuk është e rrezikohet për momentin. Tash ka një rrezik për besimtar musliman edhe për vlerat islame. Po. Ja ka sulmohen, edhe tash në mend qësoj kauza e sidomos e njerëzve që mund të pasin ndaj audiencë, është me pas kauzë jo vetëm individuale këtë muhabet. Po. Domthonë kufizona më shtëpiave, po na e kem obligative me tregu që na jem këtu prezant dhe kemi vazhduar me kon prezant pa marrë parasysh narrative, sepse veç narrativa është. Veç narrativa është, praktika në terren 93% po dalin në musliman. Po.